Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Maris, kudo që jeni, ju ftojmë në këto momente të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e premtë dhe jemi në javën e 5 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themeluesi i agjërimit të kreshmeve, mëngjillet na i mësove për shërim të mendjeve. Bëju tash ti krah kishës, pendesës që ndroi pranë, shtrirë përdej të lutemi, të falësh mëkatet tanë. Ti fajet e ribëra shlyeji me hirin tënd, e rojen kah e ardhmja me shumë butësi përdore. Të shpërblyer nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzime të pashkve, të denja për kremtimin. Ty gjithësia e sendeve, të adhuroft trinie mëshirshme, me faljen tënde të përtrirë, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katova kundër teje. Psalmi 41, urata e të sëmurit. I lumi ai që kujton nevojtarin, në ditë të vështirë Zoti do ta shpëtoj. Zoti do ta ruaj, do ta kërthëndes në jetë, të lumë do ta bëjë mbi tokë dhe s'do ta lëshoj në duar të armiqve të vet. Zoti do t'i çojë ndihmë mbi shtratin e dhembjeve të tij, do ta përtrish në sëmundjen e tij. Unë thash, ki mëshirë për mua o Zot, ma shëro shpirtin sepse më katova kundër teje. Armiqtë e mi flasin keq për mua. Kur do të vdes e do t'i harrohet emri. Po edhe nëse vjen kush të më shoh, flet kotësi, në zemër mbledh paudhësi, del përjashta e më vën në lojë. Të gjithë armiqtë e mi përshpëritin kundër meje së bashku, e ma mendojnë të keqen. Lëngat e madhe e ka kapur, kë kap kjo sëmundje, ai më nuk qohët. Po edhe miku im, në të cilin pata shpresë, që hëngri bukën time, u qua kundër meje. Por ti o Zot ki mëshirë për mua, më shëro dhe unë do t'u akthej huan, me këtë do ta marr vesh se më do, nëse nuk lejon të ngihet armiku im në mua. E më nxet dorën për shkak të pafajësisë sime, dhe me lejon të rri në pranin tënde për amshim. Qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit, prej amshimit në amshim. Amen, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katova kundër teje. Antifona e dytë. Hyji i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Psalmi 46, Zoti është strehimi dhe fuqia e popullit të vet. Hyji është për ne strehim dhe fuqi, ndihmë gjithherë e gatshme në çdo vështirësi. Prandaj as do të tutemi edhe nëse lëkundet toka, dhe nëse malet do të ka përdihen nga deti, le të gjëmojnë e le të përzihen ujrat e tij, le të dridhen malet në furinë e tij. Rrëket e lumit do ta gëzojnë qytetin e hyjit, tendat e shenjta të lartit Zot. Hyji është brenda, nuk do të trandet askur. Hyji ndihmon herët në agim. Ulëritën popujt, ran mbretërit. U bulloi Zoti, toka u shkri. Zoti i ushtrive është me ne, strehimi ynë, hyji i Jakobit. Eja e shikoni veprat e Zotit, mrekulli që ai bëri për mbi dhe. Ndalon luftrat deri në skajet e tokës, do t'i thyej harqet, do t'i coptoj armët, mburojat në zjarr do t'i djeg. Ndaluni e shihni se unë jam hyji, i madhërueshëm mbi popuj, i madhërueshëm mbi tokë. Me ne është Zoti, hyji i ushtrive, strehimi ynë, hyji i Jakobit. Lavdioatit e birit e shpirtit shenjtë,
si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyji i gjithësisë është me ne, strehimi dhe shëlbim është Zoti ynë. Antifona e tretë. Të gjitha kombe do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitulli 15, himn adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot, hyj, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti vetmi je shenjti. Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje, sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të gjitha kombet do të vinë e do të adhurojnë o Zot. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Shën Pjetrit, kapitulli 2. Krishti pësoi për ju duke ju lënë shembullin që dhe ju t'i ndiqni gjurmët e tia. Ai që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tia nuk u gjet gënjim. Ai që i fyr nuk hakmere me fyrje dhe i salvuar nuk kërcnohej, por ja lëshonte çështjen e vet atij që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi trurin e kryqit mëkatet tona, që të vdekur për mëkate të jetojnë për drejtësi, me pllakët e të cilit jemi shëruar. Përgjigja e shkurtër. Sikur qengji që qohet në vdekje, Krishti nuk bëri zë. Sikur qengji që qohet në vdekje, Krishti nuk bëri zë. I goditur për mëkatet e popullit e tij, Krishti nuk bëri zë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Sikur qengji që qohet në vdekje, Krishti nuk bëri gjë. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Edhe nëse nuk më besoni mua, besoni veprave që unë bëra në emër të Atit tim. Kënga e Virgjës së Lumë sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej prohurit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre, E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Edhe nëse nuk më besoni mua, besoni veprave që unë bëra në emër të Atit tim. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Zotit ton Jezu Krishtit, i cili me gjakun e vet e shpërblen botën mbar. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Shëlbuesi ynë, me mundimet e tua, bëj që besimtarët e tu t'i frenojnë gjymtyrët e veta, bëju ndihmë në luftë kundër së keqës dhe kundër shtimeve, forcoj me një shpresë të gjallë, Që të mund të përgatiten sa më mirë për kremtimin e pashkve. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd.
Bëj që të krishterët të kryejnë rolin e vet profetik dhe gjithkund të përhapin lajmin e gëzueshëm për ty. Dhe këtë detyrë profetike ta vërtetojnë me dëshmi feje, shpresë dhe dashurie. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Me fuqinë tënde ngriti të pikëlluarit dhe bëj që ne të jemi për ta ndihmë dhe ngushëllim. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Mësoj besimtarët që në vështirësitë e jetës të mbesin pjesëmarrës të mundimeve të tua dhe shëlbimin tënd ta dëftojnë në jetë. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Krijues dhe ruajtës i jetës, le të kujtohen ata që kanë kaluar nga kjo jetë. Jepo au lavdin e ngjalljes. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Aty në që je në qiell u shejtroft emrit, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Fali, po të lutemi o Zot, fajet e popullit tënd, kështu që me mirësinë tënde të lirohemi prej prangave të mëkateve me të cilat na lidhi likështia jon, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn.